As sot në ditën që planifikoi të konstituoj legjislatura e 9 e Kuvendit të Kosovës, lideri i partisë së parë në zgjedhje Lëvizjes Vetëvendosje nuk pati përgjigje nëse kanë shumicën. Kështu pa këtë informat e as atë se cili do të jetë emri i propozuar për krye parlamentar, deputetët erdhën në sallë e filluan të zënë vendet e tyre, si të zgjedhur të popullit. Seansa që u kryesua nga deputeti më i vjetër Avni Dehari dhe ajo më e reja, Sala Jashari, nisi me formimin e komisionit për verifikimin e mandateve. E pikërisht këtu nisën edhe mosmarrveshjet. I rekomandon seancës konstituive që të vazhdoj punimet sipas agjendës së parapar me rregullorën e punës së Kuvendit. Ju faleminderit. Vetëm 52 deputet votuan për, që të vazhdohet me verifikim të mandateve e këtu përfshin 48 deputet të VV-s, 3 të nismës dhe Duda Balje. 46 deputet ishin kundër e 11 abstenuan. Në mesin e atyre që abstenuan ishin lista serbe, deputeti Adem Hoxha nga Partia Unike Gorane dhe deputetja e PDK-s Kosovare Murseli. Kjo e fundit për TV Dugagjinin tha se abstenimi i saj nuk ka asnjë kuptim politik, por si rezultati i analizës së saj si juriste. Megjithëse Albin Kurti e çoi në mëngjes një letër në zyrën e kryetarit të Kuvendit, duke ia rikujtuar se nga 23 marsi, kur u krye mandati i qeverisë, ata janë në detyrë ose në dorëheqje. Por kjo po konsiderohet jo ligjore nga opozita dhe antikushtetuese. Kryeministri dhe ministrat duhet me dhanë dorëheqje përpara betimit. Kjo nuk ka ndodhur, neve na është dërguar një tekst i cili nuk është dorëheqje për konsideratën tëm dhe kështu që Çfarë teksti është zgjuar? Si njoftim për dorëheqje, por nuk ka qenë dorëheqje, edhe për mua dhe për vlerësimin tim si jurist, po dhe si përfaqësues i PDK-s, kjo ka qenë e pamjaftueshme për të siguruar siguri kushtetuese që nuk do të ketë shkelje të aktit më të lartë juridik të Kosovës. Ne kemi kërkuar dokumentacion shtesë dhe është na paraqitur tek në komision një letër e dërguar sot nga kryeministri i Republikës së Kosovës, letër e cila do duhej të shpërndahej gjithë qytetarëve të Republikës, po ashtu edhe Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Presidentes së vendit në ditën e certifikimit të rezultateve. Dhe nuk kemi dashur që të hyjmë ose të votojmë një raport në të cilën shkelet Kushtetuta e Republikës së Kosovës, shkelet ligjet e Kosovës. Ne jemi mësuar me praktikat e kësaj qeverie për shkeljet e Kushtetutës, për shkeljet e ligjeve, andaj ne nuk kemi dëshiruar të bëhemi pjesë kjo. Fajin Lëvizja Vetëvendosje e hedhi tek partitë opozitare. Ishim dëshmitar të një situate të paprecedent. Ndonse për ka funksioni krejt natyrë formale e ndoshta edhe ceremoniale, ky komision si rezultat i qëndrimeve absurde të opozitës ka shkaktuar një situatë të mjegullt e që mund të kategorizohet edhe si krizë. Instituti Demokratik i Kosovës ndërmjet një komunikate për media për këtë situatë kanë thënë se përgjegjësia kryesore për këtë dështim i bie Lëvizjes Vetëvendosje dhe sipas tyre vazhdimi i seancës duhet të thirrët sa më parë brenda afatit 48 orësh për të mundësuar sërish mbledhjen e komisionit të përkohshëm.